Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun Zotin vetëm të vërtet e falenderojmë. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurinë e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, na ringjalli ditën e Kiametit bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Allahut i lutem që të jemi ndër ata të cilët do të meritojnë të përmendet emri në listën e ndërmjetësimit që ka të drejtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndjekësit dhe pasuesit e tij. Allahut i lutem me mirësinë e tij dhe me mëshirën e tij që të jemi ne për aty në njerëz që Zoti na e mundson që të rrim me të edhe ditën e Kiametit, po të rrim me të dhe në xhenetet e të Madhit Zot, sepse nuk ka mirësi më të madhe për një besimtar apo për një besimtare se sa të rri ditën e Kiametit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e të rri në xhenetet e Zotit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye kur kanë pyetur Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, a mund ta përshkruash xhenetin me një fjalë? Ai ka thënë fiha Rasulullah. Në të është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mjafton ky si fakt pra që njeriu të kuptojë se çfarë ka xheneti, se Zoti nuk mund të përzgjedhë si vendbanim përhershëm për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam vetëm se gjën më të mirë që mund të ekzistojë, gjën më të mirë që Zoti ka krijuar. Kështu që lutë Zotin e Madh që të jemi bashkë me të edhe në ditën e Kiametit, po edhe në xhenetet e tij. Amin. Jemi në vazhdimsinë e ligjëratave të cilat flasim për mrekullitë dhe njëkohësisht çdo mrekulli është dhe profeci e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra gjë që tregon se ai ishte pejgamber i dërguar i Zotit dhe se jeta e tij ishte udhëhequr nga Zoti, dhe se çdo gjë që ndodhte si një mrekulli ishte prej Zotit, jo prej Muhamedit alayhis salam, ashtu siç është për gjithë pejgamberët e Zotit, çdo mrekulli që ka pas çdo pejgamber ka qenë dhuratë, dhunti dhe, si më thon, një bekim nga Zoti për atë profet. Pra nuk është se ai profet e ka pas atë fuqi, po Zoti ja ka dhënë, domethënë ja ka lënë shërbim si argument dhe mrekulli dhe njëkohësisht sfidë për popullin e tij që ata të kuptojnë se nuk kanë të bëjnë me një njerëz të zakonshëm, por kanë të bëjnë me një profet dhe pejgamber. Po mirë, për shembull, Isa alayhis salam transmetohet në hadithe të sakta dhe në ajetet kuranore se ka ringjall të vdekurit bi idhnillah, me lejen e Zotit. Ka ndodhur që ai ka ringjall disa të vdekur me lejen e Zotit, me lejen e kujt? Me lejen e Allahut, me emrin e Allahut. Dhe nuk ka qenë ky atribut i tij. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an bi idhnillah, me lejen e Allahut, me lejen e të Madhit Zot. Dhe ne jemi duke u ndalë inshallah taala tek mrekullia me sa më mend 238 për sot. Profecia e tij ose lajmi i tij mbi kthimin e Amr ibn al-Asit radhiyallahu ta'ala anhu të shëndetshëm dhe fitimtar. Amr ibn al-As vetë tregon, thot, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam më çoi haber duke më thënë: "Khudh alayka thiyabaka wa silahaka thumma atini." Merr me vete rrobat dhe armët dhe eja te unë. Dhe unë ashtu bëra. Mora rrobat dhe armët dhe shkova e gjeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke marr abdes. Masi mori abdes, filloi të më vrente, pra të më shikonte nga maja e kokës deri në fund të këmbëve. Pastaj tha: "Inni uridu an ab'athaka ala jayshin fa yusallimaka Allahu wa yughannimuka wa arghabu laka min al-mali raghbatan saliha." Do të dërgoj si komandant të një ekspedite luftarake. E Zoti do të ruaj, do të mbroj edhe do të japi prej mirësive të tij dhe prej
pasurisë së madhe. Unë ju përgjigja dhe i thash, o i dërguar i Allahut, unë nuk e kam pranuar Islamin që me fitu para. Unë e kam pranuar Islamin se e desha dhe e dëshirova me shpirt atë. Dhe e pranova Islamin që të jem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam buzëqeshë dhe tha: Ja Amr, ni'man bil mali salihi lirrajuli salih. O Amr, e ku ka më mirë se paraja e bekume tek njeriu i bekum. Paraja e mirë, pra e pastër, halal, tek njeriu i mirë. S'ka më mirë se sa tjetë paraja e pastër dhe halal tek një njeri i mirë, sepse ai robi i mirë ka për ta përdorur në halal, ka për ta përdorur në të mirë, ka për ta përdorur në adhurimin e Zotit, ka për t'i dhënë zakatin, ka për t'i dhënë sadakan. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: O Amr, e ku ka më mirë se sa pasuria e mirë në dorë të robit mirë, në dorë të njeriu të mirë. Dhe me të vërtetë e dërgoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra Amrin në luftën Dhatus Selasil. E megjithse ishte një luftë e vështirë dhe numri i armiqve ishte shumë i madh, dhe e mori emrin Selasil, lufta e zinxhirëve, sepse armiqt që mos të dezertojnë i kanë lidhur në atë luftë. Dhe kjo ka ndodhur në vitin e 8 të Hijretit. Megjithatë, Amr ibn al-As u kthye i shnetshëm, i padëmtuar, ai dhe çeta e tij apo grupi i tij, dhe fituan pasuri të madhe prej kësaj përballje. Pra, u realizua njoftimi më përparshëm dhe profecia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej profecive dhe lajmeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në raport me të ardhmen ose në raport me gjërat që kanë ndodhur, njoftimi, pra jemi 239, njoftimi se Handalen ibn Abi Amrin e kanë larë me laiket. Abdullah ibn Zubairi radiallahu anhu tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte ditën kur patën disfatën e Uhudit dhe njerëzit ishin duke u kthyer, dhe Handala ibn Amr radiallahu ta'ala anhu u përball me Sufjan ibn Harbin. Sufjanin atë kohë u përball me Abu Sufjan ibn Harbin. Pra Abu Sufjani nuk ishte musliman. Përkundrazi, ishte organizatori i kësaj lufte nga ana e idhujtarëve të Mekës. U përball thot Handaleja me Abu Sufjanin. Mas Handales erdhi Shaddad ibn al-Aswad. Pra e vendosën Handalen, Abu Sufjani dhe Shaddad ibn al-Aswad në mes. Thot gati thot sa nuk domethënë ekzekutoi Handaleja Abu Sufjanin, mirë po ata bën lëvizje dhe Handaleja ra i vdekur. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Inna sahibakum Handalata taghsiluhu al-malaikatu fasalu sahibatahu. Shokun tuaj Handalen tani po e lajnë me lajket. Prandaj pyeteni një herë bashkëshorten e tij. Shkuan tek bashkëshortja e tij dhe e pyetën, ajo tha: Kharaja wa huwa junub lamma sami'a al-ha'i'ata. Doli nga shtëpia Junub i palar kur dëgjoi thirrjen e jani për xhihad ose nisuni për xhihad ose bashkohuni për xhihad, do të thonë le të bashkohemi për xhihad. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Fa dhaka qad ghasalahu al-malaika." Prandaj po e lanin me lajket. Ku e dinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po e lanin me lajket? Nga Zoti. Ai kishte ndruar jetë pra Junub, nuk kishte pas kohë me ula radhiyallahu ta'ala anhu, edhe me lajket e lanë.
230 njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fjalët mes Ebu Sufjanit dhe gruas së tij Hindit. Ebu Sufjani, nëse e manin dhe nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë vonë ka pranuar Islamin, pavarësisht se ka pa argumenta mrekulli. Domethënë, Ebu Sufjani e ka nda punën e pranimit të Islamit kështu 100% ditën e çrimit Mekës, pavarësisht se ka shkuar në çadër një natë përpara dhe ka deklaruar deri diku Islamin, ama 100% ka ndodhur ditën e hyrjes dhe çrimit Mekës. Ka'b ibn Ujra tregon, Said ibn Musayyib tregon, ditën e çrimit Mekës, atë natë në darkë, pra ai ka shkuar ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka bërë gjitha muhabetet, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush futet në Qabe është i sigurt, kush rrin në shtëpitë vet dhe s'del jashtë është i sigurt, kush futet në kullën e Ebu Sufjanit është i sigurt. Pra e mori edhe ai pak a shumë me si më thon shtyrjen e Abbas ibn Abdul Muttalib, nëse e manin me historinë, e tha, e pranoi, ku dëgjon. Mirë pa akoma mrena vetes tij nuk ishte fort. Gjohet tani. Thot ditën, natën e çrimit të Mekës, pra natën, pra një natë përpara, tha njerëzit bëshin tekbir, musliman, bëshin tekbir, dhe kur u shriu Mekka, njerëzit bëshin tekbir, dhe atë ditë gjithë ditën njerëzit me tekbir, pra musliman që kishin ardhur, po edhe musliman që e pranuan atë ditë, domethënë, ose e deklaruan atë ditë. Deri mëngjes ky muhabet. Pra i natë përpara, para se me hy. Atë ditë gjithë ditën, atë natë deri mëngjes njerëzit kanë bërë tekbire. Ebu Sufjani i thot Hindit, gruz vet. Eterajnë hadha min Allah, i thot, a menon se kjo është prej Allahut të gjitha? A i kështë pranu faktikisht natë përpara, po prapë, ke përsisht ishin ca re. Për sabah, shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, Kulte li Hindin e të rejnë hadha min Allah, mrom i ke thënë Hindit, grustate, kjo është prej Allahut. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjen, Naam, huwa min Allah. Po, e gjithë kjo është prej Allahut. Atëherë Ebu Sufjani tha, Ashhadu annaka abdullahi wa rasuluhu. Walladhi yahlifu bihi Ebu Sufjan, ma sami'a qawli hadha ahadun minan nas illa Allahu wa Hind. Dëshmoj se ti je rob i Zotit dhe i dërguar i tij, pasha atë me cilin betohet sot e tutje Ebu Sufjani. Fjalën time se kanë gjuhë askush tjetër përveç Hindit dhe përveç Allahut të madhëruar dhe Hindit. Pra kishte pa mundur që të vinte ky informacion. 231 Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i bër ndaj Ka'b ibn Ujras për një sprovë që do t'i ndodhi në jetë. Pra Ka'b ishte shnoshe mirë, ishte shnetshëm me të gjitha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e njofton që do t'i ndodhi një sprovë në jetë. Ka'b ibn Ujra thot, erdha një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pash që i kishte ndru ngjyra e fytyrës. I thash, për ty bëfsha kurban gjithçka o pejgamberi i Zotit. Pse të ka ndryshuar ngjyra e fytyrës? Ai tha, ma dakhala jawfi ma yadkhulu jawfa dhati kebedin mundu thalathin. Tha, në trupin tim nuk është fut diçka që futet në gjallësa prej 3 ditë e 3 netësh.
pra kishte 3 ditë, 3 pa hungur asgjë. Sallallahu alaihi wasallam. Tha Ka'b ibn Ujra, shkova me vrap tek një nga hebrejt e Medinës. I bëra atij një punë. I mora devet, ja çova me pi ujë diku larg dhe ai këtë më paguajti me një kovë me hurma. E mora këtë kovën me hurma dhe erdha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai më tha: "Minen leke ja Ka'b." Ku i morë këto hurma o Ka'b, se me sa duket e ka bo shpejt Ka'bi punën, edhe ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thash, shkova bona një punë, edhe ky ishte shpërblimi i punës time. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: "Atuhibbuni ya Ka'b?" Me të vërtetë më ndon kaq shumë o Ka'b? Qultu bi abi anta, na'am. Bofsha kurban për ty gjithçka o pejgamberi i Zotit. S'ka dyshim që të du shumë. Qal inna al-faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli ila ma'adinihi wa innahu sayusibuka bala fa'id lahu tijfafan. Nuk ka dyshim se sprova e varfërisë ndaj atij që më don mua kaq shumë është më shpejt se sa uji kur kthehet në luginën e vet ose në rrugën e vet. E ke parasysh që uji krijon një rrugë, kur vjen uji për herë dytë tek ajo rrugë, nuk e ka shpejtësinë si herën e parë, ka më të madhe shpejtësinë. Dhe ty do të ndodhi një sprovë. Prandaj përgatitju asaj dite me armë dhe armatim. Dhe me të vërtet, më vonë, pra, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ka'b ibn Ujras në një nga luftrat që ka ndodhur, i është shprehur dora e tij e djathtë. Ka thënë Imam Ibn Hajeri rahimahullahu taala në librin e tij El-Isabe, Ibn Sa'd e ka transmetuar me zinxhir transmetimi të saktë nga Thabit ibn Ubayd se dora e Ka'b ibn Ujras është prerë në një nga luftrat. Tregon tani Thabit ibn Ubayd, ndërgoi baba im për të ndetë ose për të marrë dije me sa duket te Ka'b ibn Ujra. Dhe pash ai kishte krahun e prerë, dorën e prerë. Por krahu i prerë apo dora e prerë është edhe mundësi dyshimi. Apo jo? Kur shkova në darkë në shtëpi, thash babës tim, po ai ishte dorë prerë, pra ç'është historia e tij? Më tha baba im, inna yadahu qad dakhalat al-janna qablahu. O bir, ajo dora ati ka shku në xhenet para ati. O bir, dora ati ka shku në xhenet para ati. Do të thonë, ashtu e prit në xhenet, ajo dora që është prej në luftë, është duke e prit në xhenet. E radhës 232, njoftimi dhe profecia për jetën e gjatë të sahabiut të nderuar Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari. Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari. Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari tregon: I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë më tha: Ja Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bika ba'di. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. O Ruwayfi', jeta jote do të jetë e gjatë. Prandaj, njoftoj njerëzit
mbas vdekjes time se kush e lidh mjekrën e tij, ose vendos hajmali, ose pastrohet me jashtëqitjen e kafshëve ose me kock, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i distancuar prej tij. Pra i ka hasha urdhave dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njeriu i cili e bën një veprim të tillë. Lidhja e mjekrës tek ata ka qenë simbolistik e madhështisë. Pra e bonin këtë punë për të treguar, ka qenë metodë e madhështisë. E bëjnë edhe në disa vende. Vendosin kështu gjëra, edhe del mjekra me lara, ose e lidhin ose vendosin gjëra. Ose vendos hajmali nuk ka për qëllim hajmalit me Kur'an, po ka për qëllim rrethoret, ka për qëllim veroret, ka për qëllim dimroret, ka për qëllim lidhjen e penjrave, lidhjen e kockave, lidhjen e syut blu që prodhohet si sy blu, lidhjen e lëkurës së shqarthit tek fëmia që mos ta kapi syni, e ku dëgjon lloj marifetesh, dhe pastrimi me jashtëqitjen e kafshëve. Jashtëqitja e kafshëve është ushqimi i xhinëve musliman. Për këtë arsye nuk na lejohet neve që pastrohemi me to, sepse kur kanë ardhur xhinët musliman tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju kanë thonë, o pejgamberi i Zotit, çfarë do të jetë ushqimi ynë? Ka thonë dy gjëra. Jashtëqitja e kafshëve dhe kockat. Jashtëqitja e kafshëve ju kthehet në të njëjtin frut ose perim ose gjë që kanë ngrënë kafshët ku ju përmendni emrin e Zotit, dhe mishi ju kthehet dhe kocka ju kthehet me mish kur përmendni emrin e Zotit. Dhe i ka thënë që të jetojnë në për male dhe në për kodra, mos të zbresin në për qytete. Mos të zbresin në për qytete. E kush e bën këtë gjë, dijeni se Muhamedi është i distancuar prej tij. Pra me kuptimin është e rëndë shumë kjo gjëja, nëse veprohet. Dhe më të vërtet thot Ruwayfi ibn Thabit ka jetuar aq gjatë saqë Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu e bëri atë vali të Tarablusit në vitin 46 të Hijretit. Dhe ka ndruar jetë në vitin 56 të Hijretit. Domethënë i bie afërsisht 46 vjet mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Me të vërtet, siç njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ensariut se çfarë ndodhi mbrëm me mikun e tyre. Historia është e njohur, besoj e keni parasysh historinë. Abu Huraira tregon se një burr erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha pejgamberit Zotit, jam i lodhur dhe jam pa ngrënë. Ço haber? Alhamdulillah. Yahdikum Allah. Ço haber tek shtëpiat e tuaja, më sjellin diçka ushqim këtu në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çoi haber tek shtëpiat e tij dhe vjen haberi nga gratë e tij dhe nga nënat e besimtarëve. Pasha Allahun që ty të ka dërguar me të vërtetën, nuk kemi gjon në shtëpi përveç ujit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha shokëve të tij: "Men yudhif hadha al-laylata rahimahullah." Kush e merr për mik, kush e merr për mysafir këtë njeri sonte, e mëshiroft Allahu. U çua njëri thot për ensarve dhe tha: "Unë, o i dërguar i Allahut." E mori mikun, pra këtë personin, dhe shkoi tek çadra e tij në një anë të Medinës. I shkon ngrus përpara dhe i thot: "A kemi diçka me hongër sonte për darkë, se kam marrë një mysafir nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam."
Ajo i thotë, jo pasha Zotit, nuk kemi vetëm se ushqimin e djalit. Ushqimin e djemve ose ushqimin e fëmijëve. Ai tha, hotoi fëmijët dhe lodhi me lojra. Hotoi fëmijët dhe lodhi me lojra. E kur të hym miku në shtëpi, bogati shtrimin e sofrës. Dhe kur të ulemi me ngrën, pa dashje fik kandilin. Ushqimin e fëmijëve ipja mikut, mysafirit, e ne bëjmë sikur pa hajmë. Kur të maroj miku, ndize prapti. Dhe gruaja kështu veproi. Kur erdhi koha për të ngrënë, e shtroi sofrën, si pa dashje fiku kanilin, ai hëngër dhe nuk dinte gjë fare se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Dhe të nesërmen në mjestë shkojnë në xhami tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Ansariut, qad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-laylata. Allahu në keni çudit me atë që keni bë mrom me mikun tuaj. Pra ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u njoftua, direkt i tha atij, pra i tregoi se çfarë ka ndodhur. Ka hadith transmetim tjetër thotë, laqad dhahika Allah. Allahu ka qesh me atë që keni bë ju mrom. Informacioni i dhënë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për sadakan e dhënë nga Alaba ibn Zeid radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, ky është një hadith interesant shumë, që sa herë e dëgjoj apo sa herë e lexoj më rënqetet mishi. Alaba ibn Zeid, pra një sahabi i nderuar, tregon: një natë u luta duke thënë: Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghabta fihi thumma lam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam taj'al fi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluni alayhi wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madhlamatin asabani biha fi malin au jasadin au i'rd. Ky sahabi Alaba ibn Zeid një natë ka fal namazin e jacis ose të dargës, edhe është lut duke thënë, duke qarë: O Allah, ti ke urdhëruar për xhihadin dhe ke nxitur shumë, inkurajuar për të. O Zot, po dorën time nuk e lën asgjë që unë të kem mundësi që të bëj xhihad me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po as në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e lën gjë që ai të më marrë mua me vete. Megjithatë unë po them, o Zoti im, se çdo musliman që më ka bërë pa drejtësi në pasuri, në trup ose në dinjitetin tim, e konsideroj këtë falje për të si formë sadakaje, se nuk kam çfarë të bëj më shumë. Të nesërmen vinë me fal sabahun në xhami. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Ejnë al-mutasaddiqu al-lejlata. Ku është ai që ka dhënë sadakan mbrëm? Nuk u qua askush. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me përsëriti dhe tha: Ku është ai që dha sadakan mbrëm? Atëherë Alaba u qua dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Abshir, fa walladhi nafsi biyadihi laqad kutibat fi az-zakati al-mutaqabbala. Përgëzohu se pasha Zotin që ka në dorë shpirtin tim,
e ka shkruar Allahu si zekat të pranuar. Pra halallikun që ju ke bën njerëzve që të kanë hyrë në hak, e ka shkruar Zoti si sadaka të pranuar. Pra është pranuar tek Allahu Xhelle Xhelalu. Ku është mrekullia këtu? Se këtë muhabet përveç Alebes dhe Allahu se din të askush. Të nesërmën mjesht e njofton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. – 235 dhe 236, mund të themi dhe 237, njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për khilafetin e Abu Bekrit mas vdekjes tij, për khilafetin e Omerit mas vdekjes tij, dhe se si do të jetë forca dhe fuqia e khilafetit e Abu Bekrit dhe të Omerit. Pra janë 3 në një transmetim. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam një ditë ju drejtohet shokëve të tij duke thënë: Inni la adri ma qudira baqa'i fikum. Unë se di sa do të jetoj më në mesin tuaj, pra ka qenë fundi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga viti i fundit i jetës. Faqtadu billadhaini min ba'di wa ashara ila Abi Bekrin wa Umar. Orientohuni mbas vdekjes time me këta të dy, dhe e çoi dorën nga Abu Bekri dhe Omeri. Wahtadu bi hadi Ammar, dhe orientohuni me orientimin e Ammarit. Wama haddathakum bihi ibn Mas'udin fasaddiqu. E çdo fjalë që do t'ua thot Abdullah ibn Mas'udi, pranojeni, besojeni. Këtu kemi faktikisht dhe i mrekulli tjetër, përveç sa që ka thënë që është përmend. Kemi dhe mrekullin për Aliun. Ammari ka qenë në grupin e kujt? E Aliun. Orientohuni me Ammarin. Në një rast tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Bainama ana na'imun ra'aytu an-nasa mujtami'in fi sa'idin wa ra'aytuni ala qalibin 'alayha dalu. فنزعت منها ما شاء الله أسقي الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه فأتى عمر بن الخطاب فأخذها منه فاستحلت بيده غربا فلم أرى أبقريا من الناس ينزع أو أحسن من نزع عمر فلم يزل ينزع حتى روي الناس وضربوا بعطن والحوض ملآن يتفجر. I dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam tha: E pash veten time në gjumë mbi një kodër dhe njerëzit ishin mbledhur rreth meje. Dhe unë që u jepja ujë njerëzve duke nxjerr nga një pus kova. Pra kova ujë nga pusi dhe u jepsha ujë njerëzve. Aq sa kishte shkruajt Zoti, pra aq sa do të jetoja, do t'u jepja njerëzve ujë, domethënë shpalljen, udhëzimin, dritën e Zotit. Pastaj erdhi Abu Bekri ma mori kovën për dorë, që të lehtësojte, që të pushojsha pak. Dhe ai derdhi kova ose 2 kova. Khilafeti e Abu Bekrit sa ka qenë? 2 vjet. Mënyra se si i tërhiqte dhe jepte ujë ishte e dobët. Po Allahu e ka fal Abu Bekrin, pavarësisht butësisë së tij. Pastaj erdhi Omeri dhe e mori prej dorës së tij. E ajo u lehtësua krejtësisht në dorën e Omerit. Nuk kam pa njeri më të fuqishëm e më të mençur. E filloi t'u jepte njerëzve ujë, saqë pinë gjithë, e u ngopën gjithë dhe e la rezervuarin plot. Pra, jo vetëm që u ka dhënë njerëzve, po edhe pra u jepte edhe hidhte në rezervuar, u jepte dhe hidhte në rezervuar.
238, sa I bie? Apo po 38 imi të thonë duket. Okay. Njoftimi I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Omer ibn al-Khattabi është I inspiruar nga Zoti. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Laqad kana fima qablakum min al-umami muhaddathun fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar." Në popujt e mëhershëm Zoti ka pas zgjedhur njerëz që I jepte inspirim në fjalët e tyre. Nëse në ummetin tim do të ketë të tillë, ndër ta është Omer ibn al-Khattabi. Pra që fjala e tyre është e inspiruar nga Zoti, pra e drejtë, jo si I vjen shpallje, po e orientuar nga Zoti. Normalisht që kjo për Omerin radhiyallahu anhu është vërtetuar më shumë se 9 herë me gjallëmënin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ka ndodhur edhe mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndër rastet që përmendet mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është fjala e çunit të Omerit Abdullahit, I cili tregon Omer ibn al-Khattabi, pra baba I tij, nisi një ushtri dhe bëri komandant të kësaj ushtrie një sahabi me emrin Sarje. Ndërkohë që Omeri po mante hutben e xhumas në Medinë, bërtiti me zë të lartë: "Ya sariyat al-jabal al-jabal, ya sariyat al-jabal, ya sariyat al-jabal." Hutbe. Kur ka ardhur ushtria në Medinë, po I pyeste pejgamberin, po I pyeste Omeri, çfarë ndodhi, si ka shku? Ata thanë: "O prisi besimtarëve, pothuajse e humbëm luftën." Ishin dy luftim me armiq. Ndërkohë që ne po hetonim se çfarë duhet bëjmë, dëgjojmë një zë: "Osarje, malin." Anash malit, osarje, anash malit, osarje, anash malit 3 herë. Dhe ashtu bëm. E ngjitëm malin, pra, dhe pastaj thot, ju erdhëm armiqve nga mrapa dhe ishte ajo shkak që ne të fitojmë luftën. Thot Abdullah ibn Omeri, distanca mes vendit ku ka ndodhur ngjarja dhe Medinës ishte 1 muaj. 1 muaj, do të thonë me kuaj dhe me deve. Si më thonë, këtej nga Shami du të këtë ndodhë, sa aq ka qenë. Sheikh Albani, Allah më shiroft, Imam Albani, I bën një koment, thot, kësa ngjarje, thot, nuk ka dyshim se kjo thirrje e bërë nga ana Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu ta'ala ka qenë, thot, prej Zotit, pra ja ka dhënë Zotin në gjuhën e tij dhe fjala e tij ka shku tek njerëzit atje, ndërkohë që është transmetuar, thot, në hadithe të sakta se pejgamberi sa ka thënë: "Nëse do të ketë në ummetin tim njerëz që do të kenë inspirim nga Zoti, padyshim se njëri prej tyre do të jetë Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu." 239 Njoftimi dhe profecia mbi vdekjen e Omer ibn al-Khattabit si dëshmor. Dhe këtë kemi përmendur duket edhe herë tjetër, po s'ka gjë. Thot Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, pejgamberi sa mund ngjit një ditë mbi malin e Uhudit dhe me vete kishte Ebu Bekrin, Omerin dhe Uthmanin radhiyallahu ta'ala anhum. Dhe mali I Uhudit lujti, pra u trondit mali I Uhudit, pejgamberi sa I gjujti dhe tha: "Uthbut Uhud, fama alejke illa nabiyyun au siddiqun au shahidan." Si më thonë, stabilizohu Uhud, si më thonë, pushohu Uhud, qetësohu Uhud, se mbi ty është një profet, një siddiq dhe 2 dëshmor. Dhe nuk ka dyshim për këtë që ka njoftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
edhe Omeri radiallahu anhu ka qenë dëshmor, edhe Uthmani radiallahu anhu ka qenë dëshmor. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për khilafetin e Uthmanit. Pra për khilafetin e Abu Bekrit e morëm nga transmetimi se ka shumë, për khilafetin e Omerit e morëm hadithin, ndërkohë që ka edhe të tjera, për khilafetin e Uthmanit, pra që i treti në renditje do të jetë kush? Uthman ibn Affan. Abdullah ibn Hawla radiallahu ta'ala në tregon se një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Tahjumuna ala rajulin muta'ajjarin bi burdatin min ahli al-janna yubay'u an-nas." Thot, do të sulmoni një burr muta'ajjar bi burda, i cili ka veshur një xhybe dhe me çalm pa bisht. Çalmat në kohën aty në kanë qenë me bisht, pra kanë qenë çalma që uleshin kështu poshtë edhe lidheshin prap. Kështu ka qenë. Kurse këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flet për çalmën e Uthmanit. Transmetimet e sakta tregojnë se kur është bërë dhën besa, Uthmanit radiallahu anhu, atë ditë Uthmani ka qenë me një xhybe dhe me çalm pa bisht. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si do të vej halli atë ditë kur do të sulmoni ju drejtohet njerëzve, kur do të sulmoni burrin të cilit do të jepet besa i mbështjell me xhybe dhe me çalm pa bisht. Dhe khalifi i vetëm që ka qenë në gjendje të tillë kur është dhënë besa ka qenë Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Thot Ibn Sa'di me zinxhir transmetimi hasan nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu, atë ditë kur i kemi dhënë besën Uthman ibn Affanit radiallahu ta'ala anhu, ka qenë i veshur në këtë formë. Atë ditë që ne shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kemi dhënë besën Uthman ibn Affanit radiallahu ta'ala anhu, ka qenë në këtë formë. Për këtë arsye transmetohet se Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ka thënë: "Khayru hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr, thumma Umar, wattafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala bay'ati Uthman ba'da Umar radiallahu anhuma." Më i miri i këtij umeti mbas pejgamberit alayhis salam është Abu Bekri, ka thënë kush? Aliu radiallahu anhu. Më i miri i këtij umeti mbas profetit është Abu Bekri. Dhe më i miri mbas Abu Bekrit është Omeri. Dhe gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë rënë në një fjalë të vetme se beslidhja duhet të jetë për Uthmanin mbas Omerit radhiyallahu anhuma. Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Ky është kush që po flet? Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për sprovat që do të ndodhin në kohën e Uthmanit, pra mrekulli tjetër dhe profeci tjetër që i bie tjetë 241, ndoshta pra në renditjen tonë. Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu ka thënë: e kam dëgjuar vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte: innakum talqawna ba'di fitnatan wa ikhtilafa. Mas meje do të keni përçarje dhe debate dhe sprova. Dikush i tha: o i dërguar i Allahut, tek cili të orientohemi? Tek cili të orientohemi? Femen lena ja Rasulallah, tek cili të orientohemi, o pejgamberi i Zotit? Qale aleikum bil emini wa ashabihi wa yushiru la Uthman. Tha, me besnikun dhe shokët e tij dhe e boni me shenjë nga Uthmani radiallahu ta'ala anhu. Transmitimi tjetër: kayfa tasnauna fi fitnatin tathuru fi aqtari al-ardhi ka'annaha sayasil baqar. Subhanallah. Si do të silleni atë ditë kur të ndodhi fitnja, sprova e cila bulqet nga të gjitha anët.
sikur të jenë lopë të çmendura. Sepse në kohën e Osmanit, ata që janë çuar kundër Osmanit janë çuar nga të gjitha anët si protestues kundër Osmanit radhiyallahu ta'ala anhu. I tham, e çfarë të bëjmë o pejgamberi i Zotit? Tha, aleikum bihadha wa ashabihi. Rini tek ky dhe shokët e tij për Osmanin radhiyallahu ta'ala anhu. O pejgamberi i Zotit, na e kush është ky dhe shokët e tij? Ai e bëri me shenjë nga një burr që kur e pam ishte Osmani radhiyallahu ta'ala anhu. Transmetimi tjetër, hadha yawma idhin wa man ittaba'ahu ala al-huda. Ky dhe kush është me të atë ditë është në të drejtën e Zotit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se munafiqët do të jenë ata të cilët do të kërkojnë prej Osmanit t'japi dorëheqjen si halif. Pra i bie tjetë 242. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Osmanit, ja Osmanu, in wallaka Allahu hadha al-amr yawman فأدرك المنافقون فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمسك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. O Osman, nëse Zoti ta dorëzon ty këtë gjë, pushtetin, dhe hipokritët dëshirojnë që të ta heqin këtë që të ka vesh ty Zoti, mos e hiq. Pra mos i dorëheqin nga qenit khalif. Çdo që të ndodhi, mos i dorëheqin. Edhe subhanallahu, ata kanë kërkuar prej Osmanit qysh ditën e parë që janë çuar se ata janë çuar disa herë kundër Osmanit, vetëm këtë thoshin dorëheqje. I ka ullë disa herë Osmani, u ka dhënë përgjigje, i ka ullë disa herë, u ka dhënë përgjigje, i ka ullë në xhami disa herë, u ka dhënë përgjigje, dhe herën e fundit, domethënë, i ka ullë mas xhumaje. Edhe në sytë njerëzve, ka thënë folni çfarë keni? Janë çuar ato kështu. U ka përgjigj gjithave. Kanë thënë këtë drejt dhe kanë hik. Kur kanë dalë, si më thonë, në të dalët me dinës janë kthyer edhe një herë, mbrapsht. Atë ditë. Dhe kërkesa e tyre e vetme ka qenë jip dorëheqjen si halif. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për sprovën konkrete që do i ndodhte Osmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Tregon Said ibn Musayyib thot se Ebu Musa el-Ash'ari radhiyallahu anhu ka thënë: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë dori në një nga kopshtet e Medinës. Dhe unë i gjëmova nga mrapa. Kur u fut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kopësht, unë qëndrova në derën atij kopshti dhe thash me veten time: këtu sot do të jem gjithë ditën roja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse s'm ka urdhëruar, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dëshironte që të kishte rojë, nuk e ka pas bodyguardin qef, nuk donte, i ndalonte njerëz. Dhe shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mbaroi punët e veta në kopësht atje dhe ul buzë të pusit. Dhe komët e tij sallallahu alaihi wasallam ishin në pus. Erdhi Abu Bekri. Tani Abu Musa po bonte rojën, po bonte security, shefin e sigurisë. Më tha Abu Bekri, tani Abu Bekri nuk diste se Abu Musa auto e bë vet punën, vullnetar. Mendoi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, rri këtu, mos lë njëri më u fut mrena. Erdhi Abu Bekri dhe më tha, a të futem? I thash prit, ta pyes, edhe të them. Abu Musa tani. Thot shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, o pejgamberi i Zotit, ka ardhur Abu Bekri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thon fare ti, po ti kush je? Pse po bën rojë hiç? E la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qefin e vet.
thash o pejgamberi i Zotit, ka ardhur Abu Bekri dhe dëshiron të hyjë, kërkon leje të futet. Unë i thash prit derisa të pyes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idhan lahu wa bashirhu bil janna." Lëre Abu Bekrin të hyjë dhe përgëzoje se është për banorëve të xhenetit. U fut Abu Bekri mrena. Erdhi dhe ul thot në të djathtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte zbuluar këmbët e tij dhe i kishte fut në ujë. Erdhi Omeri, i thash, po ti tha du të futem tek pejgamberi alayhis salam. I thash, ja, prit, ti mori mirë leje, pastaj tha dakord. Omeri nuk e diti që Ebu Musa po e bëjte vetë punën. Shkon Ebu Musa tek pejgamberi sallallahu dhe i thotë, o pejgamberi i Zotit, është Omeri, do më u fut. Dhe unë i thash priti herë, pyes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idhan lahu wa bashirhu bil janna, ma'ha bala'un yusibuhu." Lëre të hyjë Omerin dhe përgëzoje se është për xhenetlive, ama do t'i ndodhi një sprov. U fut, thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, nuk gjeti vend ku t'ulej dhe ul përballë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përballë Ebu Bekrit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdonte të kishte këmbë të zbuluara në ujë. Ebu Musa thosha me veten time, as sikur na njoni prej vëllezërve të mi, prej shokëve të mi të ngushtë, të vinte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sot qeka vetëm xhenet thoka, vetëm xhenet, s'pas ka fjalë tjetër. Mirë po erdhi më vonë thot Othmani, i thash prit, ti morëm një leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj të them unë. U futa tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, o pejgamberi i Zotit është Othmani, po unë i thash të presi sa të marr ty leje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idhan lahu wa bashirhu bil janna, ma'ha bala'un yusibuhu." Lëre Othmanit të futet dhe përgëzoje se është për banorëve të xhenetit, po me një sprov që do t'i ndodhi. Kur fut thot Othmani radhiyallahu ta'ala anhu dhe ul edhe ai përballë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u afru thot Ebu Bekri dhe Omeri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ngeli Othmani përballë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Sejid ibn Musaib, që është transmetuesi i hadithit, thot edhe kështu thot ka ndodhur dhe me varret e tyre. Varri e Ebu Bekrit dhe Omerit është ngjit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa varri i Othmanit është në Beki, është në vete. Një transmetim tjetër i këtij hadithi është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çohet dhe rregullon rrobën e tij. Dhe kur e pyeti, tha pejgamberi i Zotit, pse kur erdhi Othmani tha, "Ala astahi mimman tastahi minhu al-malaika", si mos të kem turpun që edhe me lajket kanë turp prej tij, prej atij që kanë turp dhe me lajket. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Othmani radhiyallahu anhu do të vritet padrejtësisht dhe se do të vdesi si dëshmor. Një ditë Abdullah ibn Omeri tregon, një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte duke fol për sprovat dhe kaloi aty pranë një burr. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Yaqtulu fi hadha al-maqna' yawma idhin madluman fa nadhar fi dha Uthman." Thot kaloi një burr aty afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Në Medinë do të vritet ky një ditë padrejtësisht." U çova, thot Abdullah ibn Omeri, dhe ndoqja burrin. Sa ai nuk e dinte çfarë po bëte muhabet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ndoqa, pash që burri ishte Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu.
I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç tregohet në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, për sprovën që do i ndodhi Uthmanit radhiyallahu anhu, nëna besimtarëve tregon. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në smunën e tij të vdekjes tha: "Wadidtu anna indi ba'd ashabi." Në smunën e vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asa do të dëshiroja të kisha këtu pranë tani disa nga shokët e mi të ngushtë." I thash o pejgamberi i Zotit, a të thrasim Abu Bekrin? S'foli. I thash, a të thrasim Omerin? S'foli. I thash, a të thrasim Uthmanin? Tha po, më thirrni Uthmanin. Thot, ja thirrëm Uthmanin. Dhe e lam vetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndeti Uthmani për një kohë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe doli nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fytyra e tij kishte ndryshuar plotësisht. Pra Uthmani u fut me fytyrë tjetër dhe doli me fytyrë tjetër. Dhe tregon thot, Uthmani ka treguar thot, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Uthmanit, nëse Zoti të jep pushtet dhe munafikët do të dëshirojnë të heqësh dorë për këtij pushteti, mos e hiq derisa të më takojsh. Mos e hiq derisa të më takojsh. Tregon Ebu Sehla, tregon Sehla është shërbetori i Uthmanit. Thot, atë ditë kur është rrethuar prisi i besimtarëve Uthman ibn Affani, kanë ardhur shumë njerëz, ndërta Hasani, Huseini, dy bijtë e Aliut dhe të tjerë. Dhe thojsh në prisi besimtarëve, duam të luftojmë të të mbrojmë ty. Ai thoshte jo. I ka ndaluar Uthmani njerëzit që të luftojnë për të. Sepse kam një besë mes meje dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e s'du që për mu të vritet një musliman. Subhanallah. Transmetimi tjetër, po prap i sakt nga Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, është sa atë natën ndarkët, Uthmani radhiyallahu anhu ka parë në ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin dhe Uthmanin. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu atë ditë, atë natë. I ka thënë, ja Uthmanu aftir indena. Uthman, nesër çele iftarin tek ne në xhenet. Dhe atë ditë që është vrarë Uthmani radhiyallahu anhu ka qenë agjërushëm. Pra Uthmani atë ditë ka treguar që mbrëm kon pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sonte do ta çelësh iftarin tek ne në xhenet. Dhe atë ditë me të vërtetë Uthmani ka qenë agjërushëm dhe atë ditë e kanë vrarë radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Njoftimi dhe profecia mbi vdekjen e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë ka qenë në malin në të cilin është dhe shpella e Hiras. Pra tek mali Nur që i thon sot. Dhe ka qenë me të Ebu Bekri dhe Aliu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lujti mali ose o trondit mali. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uskun Hira'a fama alejke illa nabiyun au siddiqun au shahid. Qetësohu o mali i Hiras, se Nura ka marrë emrin më mrapa. E ka marrë emrin më mrapa këtë emër. Se mbi ty është një profet, një siddiq dhe disa dëshmorë. Thot Ebu Huraira dhe disa dëshmorë. Dhe atë ditë thot me pejgamberin sa sa i mishte Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Talha, Zubeiri dhe Saad ibn Abi Waqqas. Subhanallahu, gjithë ta kanë vdekur dëshmorë. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu tregon, Abdullah ibn Selami
një ditë më tha, mos shkon në Irak. Kush? Abdullah ibn Selami i thot kujt? Aliut, radhiyallahu anhu, mos shkon në Irak. Se po shkove në Irak, do të godasin me shpatë. Tha Aliu, pasha Zotin, të njëjtën fjalë u kujtova që më ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Amar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu tregon, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Aliut radhiyallahu anhu, ja Aba Turab, o baba i dheut. Pse kanë qytet Aliun e Buturab? Se Aliu ka qenë një ditë duke flet në tokë. Ka bollafe me Fatimen, ka dalë për shtëpie i mërzit. Siç mund zihet një burrë me gruan e vet. Dhe ka shkuar në xhami. Xhamia ishte me zhavorr. Edhe Aliun e ka zonë gjumin ashtu. Në xhami, në tokë ftohtë e xhamisë ka zonë. E ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i ka shku. E ka zgju, dhe kur është shku Aliu, ishte komplet ajo hartat e zhavorrit, ronës mbi trupin e Aliut radhiyallahu anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, ja Aba Turab, o baba i dheut, i buni emrin. Ala uhaddithukuma bi ashqa an-nas, ashqa ar-rajulain. قلنا بلى يا رسول الله قال أحمير ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. Aty tregoj se kush janë dy njerëzit më të këqit njerëzimit. Uhmeir ibn Thamud, ai që ka therr deven e Salihut, dhe ai që do të gjuaj ty këtu dhe e ka bë me shenjë ke koka e tij e do të kaloj këtu. Domethënë, dhe me të vërtet, domethënë, si më thënë, njëri nga 3 kokat e Khawarijve të asaj kohe, ka marrë përsipër vrasjen e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu dhe me të vërtet thot ka qenë goditja e tij aty ku ka bërë me shenjë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pra nuk ka vdek me njëherë Aliu radhiyallahu anhu, po ka lënguar disa ditë, pastaj ka ndruar jetë për ditë xumaje në vitin 40 të hijretit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe është hadithi i pejgamberit sallallahu që flet për khilafetin, thot 40. Subhanallah. Mirë, atë po e mbyllim me kaq inshallah taala, pra disa njoftime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi ngjarjet që do të ndodhin më vonë. Dhe normalisht këto konsiderohen mrekulli edhe profeci. Allahu shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.